Situata e krijuar nga sasia e madhe e mbetjeve të sjella nga prurjet e lumit Drin në pjesën fundore të Bregdetit të Kunes ka vënë në lëvizje institucionet vendore në Lezhë. Bashkia në bashkëpunim me administratën e zonave të mbrojtura dhe banorë të zonës ka ndërmarrë një aksion të gjerë pastrimi. Mjetet të rënda dhe punëtor janë angazhuar për largimin e mbetjeve, ndërsa për shkak të përmbytjes së rrugës që lidh Ishull Shëngjinin me këtë pjesë të vijës bregdetare, është përdorur edhe varka për largimin e theseve me mbeturina. Administratori i Njësisë Administrative Shëngjin, Brahim Demi, u shpreh se kjo zonë nuk është e frekuentuar shpesh nga vizitorët, por vëmendja do të jetë e vazhdueshme për të ruajtur të pastër këtë hapësirë të rëndësishme natyrore. Ai u bëri thirrje qytetarëve të mos hedhin mbeturina në brigjet e kanaleve dhe lumenjve, pasi në fund të gjitha përfundojnë në det. Jemi këtu në grupderët e lumit Drin, së bashku me Drejtorinë e Shërbimeve Publike, zonat e mbrojtura nga banorët zonës për pastrimin e këtij terreni, pasi gjatë prurje të fundit, rresheve të fundit, u shkaktu kjo situatë. Jemi këtu deri në normalitetin e kësaj zone. Faktikisht, kjo zonë nuk është se është e frekuentuar për pushuesit ose për pjesën e njerëzve, pasi nuk është e aksesueshme. Ju bëj thirrje gjithë banorëve që në burim që mos t'i hedhin mbeturinat në lumin Drin, pasi ndosim gjithë vijën bregdetare. Ndërhyrja faktikisht është shumë e vështirë, pasi kemi porositur disa varka për të kaluar te pjesa tjetër e zonës. Patjetër do bëjmë vazhdim të vazhdueshëm duke e pastruar dhe e mbërmbajtur këtë zonë. Pjesa fundore e Bregdetit të Kunes u ndot masivisht pas prurjeve të shumta të lumit Drin, ku depozituan mbetjet plastike, çelçi e deri te kafshët e ngordhura, duke e kthyer zonën përkohësisht në një landfill të vërtet mbetjesh.